Keni pyetur ndonjëherë veten pse disa gjëra na duken si një ofertë fantastike, ndërsa të tjera si një grabitle e hapur? E po, sot do të zbërthejmë një iluzion shumë të fuqishëm që truri ynë përdor çdo ditë. Një parim të shpjeguar nga investitori legjendar Charlie Munger. Për ta kuptuar këtë ide, le të fillojmë jo me një përkufizim të thatë, por me një gjegjes të vogël. Përgjigja mund të duket e qartë në fillim, por shpesh ajo fshihet pas një truku mendor teje të fuqishëm që quhet kontrast. Okej, imagjinoni sikur shihni një hamburger në menu. 15 euro. A është i shtrenjtë? I lirë? E po, kështu më vete, është pothuajse e pamundur të thuhet. Por, tani shikoni se çfarë magjie ndodh. Kur e vendosim po atë burger 15 eurosh, pra një opsioni signature që kushton 30 euro, papritur ai 15 euroshi duket goxha i arsyeshëm, apo jo, madje duket si një zgjedhje e zgjuar. Por le ta kthejmë përmbys, po sikur ta vendosim pra një burgeri bazik me vetëm 7 euro befas, po ai çmim prej 15 eurosh ndihet si luks i tepruar, si diçka ekstravagante. Vini re, çmimi nuk ndryshoi fare. Ajo që ndryshoi ishte thjesht perceptimi ynë. E pra, ky fenomen ka një emër dhe ishte pikërisht Charlie Munger, ai që e përshkroi në mënyrë briljante. Ai e quajti tendenca e keqreagimit nga kontrasti. Le të zbërthejmë pak se çfarë do të thotë kjo. Në thelb, kjo do të thotë se truri ynë është pak dembel. Po, në vend që të bëjë llogaritje të komplikuara për të gjetur vlerën reale, absolute të diçkaje, ai merr një rrugë të shkurtër. Thjesht vetveten. A është kjo më e mirë apo më e keqe se ajo gjë tjetër që pash pak më parë? Kaq. Vet Munger e ka thënë më së miri. Perceptimi ynë ndikohet jashtëzakonisht shumë nga kontrasti i çastit dhe jo nga cilësia e vërtetë e gjës në fjalë. Mirë, mjaft me teori. Le ta shohim këtë parim në botën reale. Do të analizojmë 2 restorante, njëri që e përdor këtë si një mjeshtër për të rritur fitimet dhe tjetri që pa e kuptuar bie pre të njëjtit kurth. Pra, ja ku i kemi. Në njërin cep restoranti Prisma, që e njeh lojën e psikologjisë së çmimeve, dhe në cepin tjetër Royal Grill, që bën një gabim shumë të zakonshëm, por që i kushton shtrenjtë. Strategjia e Prismas është thjesht briljante në thjeshtësinë e saj. Shikoni, ata ofrojnë 3 nivele. Ai burgeri signature prej 14.90 eurosh nuk është aty domosdoshmërisht për të shitur më shumë. Jo, roli i tij kryesor është ta bëjë opsionin deluxe prej 9.90 eurosh të duket si zgjedhja perfekte e balancuar. Dhe rastësisht, pikërisht ai është produkti me fitimin më të madh për ta. Geniale. Ndërsa Royal Grill, çfarë bën? Thjesht vendos në menu një burger për 14 euro, pa asnjë spirancë, pa asnjë çmim më të lartë për krahasim. Dhe rezultati? Klientët nuk kanë asnjë pikë referimi, dhe mendimi i parë që u vjen në mendje është, pak si shtrenjtë. Por ky efekt nuk ndalet te çmimet, as pak. Në fakt, sapo fillon ta vëresh, do ta shoh efektin e kontrastit absolutisht kudo. Mendoni për atmosferën. Hyni në një restorant të qetë dhe elegant, pasi keni ecur në një rrugë të zhurmshme dhe kaotike. Ai kontrasti menjëhershëm midis zhurmës jashtë dhe qetësisë brenda e bën vendin të ndihet menjëherë më luksoz, më ekskluziv. Ose merrni stafin. Ju shërben një kamarier jashtëzakonisht i sjellshëm dhe energjik. Më pas, vjen një tjetër që është thjesht normal, profesional. E po, për shkak të kontrastit, ai i dyti ka shumë gjasa të duket jo miqësor, apo edhe i vrazhd, edhe pse nuk është. Dhe e njëjta logjik vlen edhe për prezantimin në menu. Vendos një sallatë standarde pra një pjatë super të rëndë, plot yndyrë. Çfarë ndodh? Sallata menjëherë duket si zgjedhja më shëndetshme, më e virtytshme, thjesht për shkak të fqinit të saj në menu. Por, dhe kjo është pjesa më e rëndësishme, ndoshta, ky parim nuk është thjesht një mjet marketingu. Mund të jetë edhe një kurth dhe mund të mashtrojë pikërisht personin që mendon se e ka situatën nën kontroll. Pra, a mundet ky parim ta mashtrojë edhe vetë pronarin e biznesit? Përgjigjja është një po e fortë. I njëjti paragjykim mendor që përdoret si mjet mund të kthehet dhe të mashtrojë përdoruesin. Ja një shembull klasik. Imagjinoni një menaxher. Java e kaluar ishte katastrofë për shitjet. Këtë javë shitjet janë thjesht të mira, jo fantastike. Por, krahasuar me javën e tmerrshme, kjo javë e mirë duket si një triumf jashtëzakonshëm. Menaxheri ndihet sikur gjërat po përmirësohen me shpejtësi, duke harruar se, në terma absolute, performanca mund të jetë ende poshtë mesatares. Dhe këtu vim te paralajmërimi final i Mungerit. Kontrasti është një iluzion që mashtron edhe mendjet më briljante. Ai na jep iluzionin e logjikës,
ndërkohë që ne jemi duke reaguar thjesht emocionalisht. Pra, herën tjetër kur bëni një gjykim të shpejtë për vlerën e diçkaje, ndaloni për një sekond dhe bëni pyetjen më të rëndësishme nga të gjitha: krahasuar me çfarë?